Kultivimi i agrumeve po përhapet në zonat e thella në jug të Shqipërisë duke nxitur punësimin e banorëve. Specialistët thonë se kthimi nga Greqia i disa dhjetra familjeve për shkak të krizës ekonomike po nxit një biznes të ri me mjaft fitim. Vetëm në komunën e Xarës janë mbjellë 2 vitet e fundit disa dhjetra hektar me mandarina. Agjencia Amerikane për Zhvillimin Ndërkombëtar USAID ka ofruar vitet e fundit një mbështetje përmes programeve të saj për projektet bujqësore. Kryetari i komunës së Xarës, Dimitër Kote, i cili së bashku edhe me familjarët e tij kanë mbjellë disa dhjetra hektar me mandarina, thotë se ky është një aktivitet me mjaft leverdi. Në komunën e Xarës, e cila përbehet prej 5 fshatrash, rreth 8.000 banor, janë 2 fshatra që e kultivojnë kulturën e agrumeve së fshatit Xarës dhe i Murësisë. Tani ka filluar dhe fshati i Vrinës. Po ta krahasojmë me gjendjen që ishim përpara këtu, komuna e Xarës ose ish normale bujqësore e Vrinës kishte rreth 40-45.000 rinj. Kur sot themi jemi në 65.000 dhe me ritmet që vazhdojnë dhe me gjithë udhëlishten janë në vend rreth 80-100.000 rinj. Pretendohet që kjo sipërfaqe me interesin që kanë njerëzit të vej deri në rreth 300 hektar, por nëse do të vazhdojë subvencionimi i shtetit, ku qeveria një pjesë të fermerëve e kanë marrë subvencionin për mbjelljen, një pjesë tjetër nuk po jepet për ujitjen me pika, kështu që kjo është një tërheqje vëmendje. Për shkak të krizës së punësimit në Greqi, dhjetra familje janë kthyer, thot ai, dhe po merren me agrume. Ulliri, mandarina dhe portokallet kanë qenë në traditën e zonës, por gjatë viteve të tranzicionit të postkomunizmit, sipërfaqet u dëmtuan dhe u lanë pa kujdes. Zoti Kote thotë se zhvillimi i këtij biznesi do të sjellë jo vetëm zhvillim të zonës, por do të nxjisë turizmin fal kushteve klimaterike dhe peizazhit mbreslënës. Ndërsa Lefter Ruvia, një specialist i vjetër i bujqësisë me mjaft përvojë, thotë se toka e butë dhe klima mesdhetare favorizojnë mjaft këtë kulturë. Analizat, thot ai, kanë treguar se produkti shqiptar është nga më të shquarit në rajon për vlerat e tij dhe për përdorimin e pak të pesticideve bujqësore. Të tërat e tregtarët që vërin qoftë nga Kosova, qoftë nga shqiptarët që vënë në Greqi, u shpërngul në dhe kthehen dhe kanë ardhur këtu dhe kanë marrë mandarinë këtu deri në kokrën e fundit dhe kur ka mbaruar këtu kanë ngelur vitin që kaloi me 10 makina pa u ngarkuar dhe atëherë janë detyruar kanë likur në Greqi. Vetëm sepse kjo mandarinë është më cilësore sepse nga ajo që është në Greqi. E ndodhur fare afër kufirit me Greqinë, gati 20 km, kjo zonë pritet të kthehet në një konkurrent të fortë për agrumet. Disa dhjetra banor të këtyre zonave që aktualisht punësohen në mënyrë sezonale për kultivimin e agrumeve në Greqinë fqinje, tani po shohen nga vendi i tyre. Për Zërin e Amerikës, nga Saranda, Raimond Kolla.